Taulant Sadiraj, 41 vjeç, prej vitesh punon si DJ. Megjithëse ka humbur shikimin, siç tregon edhe vetë në moshën 5 vjeçare, Sadiraj nuk e ka penguar asgjë për të realizuar ëndrat dhe pasionin e tij. Taulant Sadiraj, 41 vjeç, prej vitesh punon si DJ. Megjithëse ka humbur shikimin, siç tregon edhe vetë në moshën 5 vjeçare, Sadiraj nuk e ka penguar asgjë për të realizuar ëndrat dhe pasionet e tij. I njohur në Kanin si DJ Landi, ai ka krijuar një studio të vogël ku ushtron çdo ditë profesionin, ndërsa siç thotë edhe ai vetë, me pajisjet që ka bler, ai sintetizon apo mikser, merr edhe prenotime për evente familjare apo edhe për dasma. Jam 21 vjeç, punoj DJ, kam studion tim. Thjesht duke dëgjuar muzikë në shtëpi, i shkoj kasetave, blija kaseta pa fund, dhe një ditë e bukur se di si u zgjova kështu. Duhet bëjmë DJ, një ditë, pastaj vajta bleva aparaturat jo të plota në Tiranë, fillova praktikohesha në shtëpi, i plotësova aparaturat, fillova bëra dasma, domethënë evente, pastaj bëra studion që kam këtu. Po që ka lindur thjesht rastisht pasioni për DJ. Muzikën e kam pasur shumë mendur. Po e vështirë, po. Është çike vështirë, po kisha atë pjesën e kënguljes. Rria tërkohën vetëm mbi mikser, vetëm në shtëpi, mbyllesha në një dhomë, 2 boks dhe një mikser. Atëherë ka qenë koha që punoni me disje, pick-up, u thojnë, nuk është e koha sot me që kemi laptope gjitha. Atëherë punoni me disje. Të veja në një event, atëherë duhet kishe 100 disje me vete dhe duhet i mbaje mend këngët që të kërkonin njerëzit. Ndërkohë nuk ka mbetur vetëm tek pjesa e DJ-t, pasi Taulant Sadiraj shpesh filmon edhe me kamerë, si edhe klipet që filmon bën edhe montazhin. Një prej pasioneve të tij është edhe futbolli, ku tregon se ka luajtur 19 vite më parë me ekipin e të verbërve të Flamurtarit, më pas edhe me ekipin kombëtar. Në moshën 5 vjeçare nga temperatura e lartë. Po se di se unë nuk di të ta përshkruaj kështu me fjalë, domethënë unë në mendjen time i di vështirësitë, i di lehtësirat, i di se si e praktikoj. Po që besoj, është e vështirë, po besoj se kam ecur. Përderisa e kam sezonin të mbushur, besoj se kam sukses. Për të filmuar kam 2 çuna këtu kameraman. Kamera, aparate, gjitha i kam të mijat, ndërsa montazhet me çupën, me nusen, ndërsa kur janë këngë, mund t'i bëj edhe vetë montazhet. Shkoj me kameramani kur filmon, dhe unë kam 2 WhatsApp. Dhe më shkruan, për shembull, jemi po themi në Kala, pjesa e parë. Dhe unë e shkruaj pjesa e parë në Kala, ja dërgoj vetes te WhatsApp i tjetër, pjesa e dytë në rrugë, për shembull. Dhe pastaj punoj me kartë zëri, që dëgjoj audion e videos dhe audion e origjinale i duhet vendos dhe në bazë të kësaj përshtat zbuzët dhe pjesët i zgjedh si i kam shkruajtur në WhatsApp. Taulant Sadiraj është babai i 3 fëmijëve, ku thotë se një pjesë të ditës së tij përkushton dhe familjes. Një babai i devotshëm i cili u qëndron pranë fëmijëve të tij në çdo aktivitet të tyre. Tani pasion e kam akoma, po mosha s'na lë më. Ëndra ime ka qenë futbolli. Kam luajtur me të verbrit diku te 18-19 vjet. Kam luajtur me Flamurtarin, kam luajtur 3 vjet në Elbasan, e kam nxjerrë çika të pjesën e pasionit. 2 djem dhe 1 çup. Po një jetë normale, me përkushtim, me ato vështirësitë e saja, se duhet jesh i angazhuar në studio, duhet jesh me problemet, për shembull kam çupën në shkollë mesme të Ali Demi, djalin e vogël e kam në stërvitje për futboll. Janë këto angazhimet, për shembull vi nga puna, po themi 2 në 3, duhet ngrihem në 7 të çoj djalin në stërvitje. Janë këto angazhime që të lodhshme, por që t'japin dhe kënaqësi në fund. Nëse punoni me pasion dhe me këngulje, arrini gjithçka. Studio Kanina është një studio i njohur i këtij fshati turistik të Vlorës, një ambient i përshtatur brenda shtëpisë së DJ Landit ku luhet muzikë. Pasionin për muzikën Taulant Sadiraj e ka trashëguar edhe tek vajza e tij, e cila këndon këngë popullore dhe ka bërë disa videoklipe që gjenden sot edhe në YouTube.